Prej disa vitesh, fansat dhe kolegët po kërkojnë rikthimin e Flor Mumajesit në muzikë. Kantautori mungon prej shumë kohësh, duke u shkëputur jo vetëm nga muzika, por edhe nga jeta aktive dhe kontaktet me miqtë e tij. Vetëm pak kohë më parë u përfol se ai ishte duke u përgatitur për një rikthim me një koncert të tij. Flori ka gati një sër këngësh që pritet të lançohen së shpejti. Një koncert duket se do të jetë eventi që do të sjellë edhe një herë në skenë Flori. Kënga e famshme Pajet pritet që të ketë një variant të ri, të ribër, duke qenë vetëm një nga këngët e ribëra prej tij. Rreth një viti më parë është përfolur edhe për një koncert recital që artisti do të mbante, por ndonse gjithçka duket gati nga ana e materialeve, vetë Flori nuk ka rënë dakord për të ngjitur sërish në skenë. Prej vitesh kantautori është vendosur në Kosovë ku dhe jeton larg zhurmës mediatike që shoqëron emrin e tij. Të shumtë kanë qenë personazhe që kanë kërkuar rikthimin e tij në muzikë, duke qenë ndër artistët më të vlerësuar, por duket se Flori këtë periudhë ka preferuar që të distancohet, duke mos qenë pranë publikut.